Tha shkanë më në sulmue. Tha e di, tha Basajmer, tha po do mi kallëzu këtij popullit kush jam. Të shtëpia tina. Tha se çfarë mi kemë të kallëzuar, tha e din ti mirë. Madje Imeri thot se gjatë asaj kohe disa banorë të asaj ane kishin shprehur dyshimet, gjoja se Ademi ishte bashkëpunëtor i serbëve. Nuk kanë lënë gjon pa thonë për thonë. Që ky populli jonë, të thonë kjo është bashkëpunëtori i tyre, pse s'pe njekun, pse s'pe shtin burg, pse anej. Kështu kanë thonë. Çata që kanë thonë, tash janë të parë që derën nuk ja lëshojnë në Rifatit familjes tina. 3 ditë para se me sulmu ata, unë me Adem Jasharin kum najt të shtëpia tina, jo në mrana po jashtë. Edhe i thash, nuk i ki punë të mirë. Çdo natë thash ten ka të shku gjithë natën kur s'naden. Po që se e ka ditë, po më tha Ademi. Do t'i tregoj tha këtij populli kush jam. Për mua e kuptueshme. Ato e kanë shoh jo, po kanë thonë ky qysh si bonën, që qitun katuni kom, baholle kom, që thoj edhe që si hovi, që a ditë që i rani, edhe që si hovi, që se kapin, po dihet që është me ta. Qa si populli jemi na. Vetëm kur vdes, atëherë thot e ka konë buri mirë. Sa ti jesh gjallë, pa marrë parasysh çfarë trimnie, çfarë burnie ke, ai ka me të ignorue, ka me të thonë të kundërtën e asaj që je si në realitet. A më kupton? Për Adem Jasharin kanë folë keq ter e zi shumë. Para se mi sulmue Jugoslavia me gjitha arsenalin ushtarak. Po ashtu, Imeri thot se Adem Jashari dhe familja e tij janë flijuar me vetdije të plotë. Ademi thash, ata me qëllim kanë dashur mu viktimizu për këtë tokë. Edhe mendoj që nxitje kështu që ja ka bën thashë thamat e vet popullit tonë. Heroikisht, por edhe e nxitje u konë e disa elemente negativ tonë. Që që më thonë shpion, shtin me ronë bi barut më hedha. Nuk kanë lënë gjon pa fol një numër i konsiderueshëm ndaj tyne. Ademi tonë këto i ka ditë. Mu mi ka thonë vetë. Do t'i tregoj këtij populli kush jam. Thash Adem, nuk paguhet familja, unë s'kum besu që i nala edhe familjen, edhe fëmin. Unë kum mendu që veç ai. Në asnjë mënyrë s'kum mujt me mendue që edhe fëmin, edhe gratë, edhe fëmin i nalë. Ai as një, ndoshta si ka nalë me dhunë, po ton i ka sakrifikuar. E në pamundësi për të ndihmuar, Imeri thot se gjatë sulmeve u bë dëshmitari okular duke parë gjithçka që ndodhi. Ka ndodhur këtë rast që ky mullini jam, durbi s'kum pas, veç me sy i kum pa, këtë që kanë ndodhur gjarja, jo detajisht se i ka 2-3 kilometra, nuk mundesh me pa me sy 2-3 kilometra. Durbi për fat keq s'kum pas, as kamerë s'kum pas, masanej kum pas tona, po masanej kur ty e dashma këse sa dush, u kry dashma. Une e kum pa helikopterin që ardhë afër që tu, e ka kalu për Mitrovica, për ku shojke. Helikopteri ullët, të bajt dvram edhe plagosën. Polis. 3 ditë ka dalë, pa ndërpremje. Une që tu jëm konë gjithë të këshyrë për mullini, tonë kanë pasik. Këtë me madhe i vogël, une po të thëmë drejtën qa që më koni prekun, si njeri, se për me ik, ju më konë unë i pari. Masis s'munësh me rëgjësu, ti duhet me ik. Ma mirë me thone këm pas një mësus. I Reza Shatri ju koni i stogut, thë ke ma mirë me thonë qëre tragu, se sa qëre guri, a? Kur s'kije mundësi me luftue, nuk i arme, duhet me ik. Une për me ik, me kërkon rëzik, i pari isha ik. Mirë po rëziku nuk ishtë na, nuk ishëm na objekt sulmi, ishin ata objekt sulmi. Ma ne ata nuk shkojshin. Mu djali jam i 4 u shkue dhe nga tyne. Ju ka vra nipi, do nipa janë ardhë me një mu ju ka vra, në divadhe, 10 kilometra afër shtëpie ju ka vra, e tjetër ju ka plague. Djali jam qatë ju shkue, i kanë vra njerëzit kithon knej, kush ka levizi kanë vra? Ndoshta edhe pitute, ata, se
ata i marrin masa rigoroze kështu. Nuk e nënçmojmë se na, e marr kur gjysosht. Këtu populli jonë, i madh i vogël, këtë katuni që në ikë si pasha, të ikë për Lubaves quhet di katun të një galicë. Unë disa edhe i kum shah. Unë kam tërgu njerëzit që na kisha, thash mirë ja kum bo. Qa që unë prek, vend që minimum, si shumë në ndërzik, ata të ikë, i madh i vogël, si kur me të njek, njeri me altin dorë, e ti duhet me ikë, se së mund është mirësue. Qashtu kanë ikë, ma halla e ime edhe këtë katuni. Këtë kanë ikë. Unë shkum ikë. Jo që jem konë trim, po e kup ditë që nuk është të mu kërcnu rëziku mua. Se ishin zonë me ta, jo me neve. Ata nuk e kanë pas objektivin më na sulmu popullatën. E kanë pas objektivin vetëm ata mi sulmua. Edhe arritën. As njo si ka shku ndim hiq. Që ata që thojnë njëm konë shokane, as njo si kanë shku hiq. Do e tina, aty u konë me thonë e ka dhonë jetën. As njo tjetër jo. Njoja që are shoar dhe kanë plague, është bigja i ati Selimit, që është mburë në hogë, migja i tina orë dhe kanë plague, ajo më ka thonë kush së më ka shtinë ndim. I plagu më keqë konë. Jo kise jo, herën e parë kur ka kërsti, që atër u konë orë. Me një fjalë, ma më rëmenja që na largë jemi realitetit. Nëse ki shok, je për qatë ka uzë, duhet me ndihmua, me shku me ndihmua. Asë njo s'ka ndërhy. Se u konë topi, u konë për shku me të lezi, u konë armati miron. Po pikrisht aty ku është Iran, duhet me shku dikush, jo ku është i leta i përballon vetë. Mas të ditë unë ku morë pjesë, mirë po kur që ku morë pjesë të vorët. Jo të vorët, se atë ditë nisen me qelë vorë, e ndalun, di për çka të nesit ju më shkuë, na kanë ndarë në rrugë, na kanë këthyje. Policia e kishën morë. Mbi këshyrje edhe se kanë lonë kërkon me dalë. Atë ditën e parë, po. Unë ju më shkuë, u konë shtuna asaj e ditë, kur i kanë ekspozue, u konë një Lastu Shila e ka pas një farplasi, aty i qunë ata, 50 e kushur vetë vdekun, këtë familje dhe ata që e në vdek. U konë një hoqë i Likovqit, Molla Osmanin, që ja kënë gjuhë, ka pas polemika me kësa e majtë. Edhe shkova une, a i pam njoft, a i shbo kryestar, polic, me bo regull, edhe i thash o hoqë, nuk është punë e jo, tha kjo, është e citër kuj. Ky nuk u dek, thash, për gjami, po u dek për adhe. Tha, ti ko ke marxist leninisht, thash, po, bash, jam, po, be kom Karl Marxin. Migje kom e Engelsin. Unë e Marxit e Engelsin i njoh shumë mirë, kom dhonë provim. Filozofin, ka qenë edhe Marxit e Engelsi, pjesë e filozofisë, klasike dhe moderne. Thash, bash, jam, babe kom